Gjykata e lartë ka caktuar datën 28 maj për shqyrtimin e kërkesës së Erion Veliajt për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj tij. Sipas shortit të hedhur në gjykatën e lartë, çështja do të merret në shqyrtim nga gjyqtari Albana Boksi. Mbrojtja e ligjore Veliajt ka paraqitur një sër argumentash me kërkesën drejtuar gjykatës së lartë, duke ju referuar edhe vendimit të 4 majit të Kolegjeve të Bashkuara, i cili ndryshoi praktikën gjyqësore për masat e sigurimit personal. Sipas këtij interpretimi të ri, masa arrest me burg duhet të përdoret vetëm si alternativë e fundit, pasi të jetë shqyrtuar dhe konsumuar më parë masa më të lehta sigurie si detyrim për paraqitje, ndalimi daljes jashtë shtetit apo arrest shtëpiak. Avokatët e Veliajt argumentojnë se ky standard i ri duhet merret parasysh edhe në rastin e kryebashkiakut të Tiranës, duke kërkuar një masë më të butë sigurie. Paralelisht me procesin penal, Veliaj ka nisur dhe një përballje tjetër ligjore në rrugë administrative ndaj Olës Dados. Sipas pretendimeve të mbrojtjes, Dado është emëruar prokuror në vitin 2008 nga profesioni i noterit, pa përmbushur kriteret e detyrueshme të ndjekjes së shkollës së magjistraturës, siç parashikohej nga ligji i kohës. Çështja pritet të marrë vëmendje të lartë publike dhe politike, ndërsa në 28 maj gjykata e lartë do të vendosë nëse masa ndaj Veliajt do të mbetet e pandryshuar apo do të zbutet.